Një 38 vjeçar ka humbur jetën në ujërat e liçenit të Shkodrës në zonën e Grishës. Në njoftimin zyrtar, policia e Shkodrës bën me dije se ka marrë njoftim se shtetësi me inicialet EN 38 vjeç, rreth orës 19 ishte futur për t'u larë në liçenin e Grishës dhe është mbytur. Shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe shërbimet e policisë kufitare pas disa orësh kërkime kanë gjetur dhe kanë nxjerrë nga uji trupin e pajet të shtetësit me inicialet EN. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ai ka humbur jetën pasi ka psuar arrest kardiak, ndërkohë që lahej në liçen. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave të rastit dhe dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës së 38 vjeçarit. Ndërkohë, me datë 2 qershor 2025 në orën 19:30 në vendin e quajtur ish shtëpia ushtarakëve në Velipoj, Shkodër, është gjetur pa shenja jete shtetësi me inicialet TB 57 vjeç, i cili dyshohet se ka pësuar arrest kardiak. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet ZR 68 vjeç, banues në Shkodër pasi duke drejtuar motomjetin ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar, po ashtu edhe për një 17 vjeçar pasi duke drejtuar pa leje një motomjet pa targa ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi ditën e djeshme në Spitalin e Shkodrës është paraqitur për mjekim shtetësi me inicialet SV 55 vjeç, i cili ka deklaruar se është rrëzuar ndërkohë që lëvizte me biçikletë.